Tani, a është Alehan Skullash? Po, Alehan Skullash, pas çdo betejë ka një marrëveshje për një kull. Kush e ka marrë kullën mal të Tiranës? Nuk e di, kush e ka marrë? Si kush e ka marrë? Shtufi ku është sot? Pse nuk kthehet, zotëri? Ilir Shtufi. Po, pse nuk kthehet? Po po investohen maksimalisht që të është pranë zotit Berisha, thonë. Po sigurisht pranë zotit. Kur e patëm diskutue zotin Ametaj, apo të thonë, tigri iku radhën e ka Luanit. Pse nuk vjen tigri më përballë me drejtsinë? Iku tigri. A ishte shok me Shtufin? A ishte shok me Shkëlqen Berishën? A kishte financuar tërmetin kur ndodhi tërmeti, sa e ka financuar zëvendës kryeministrin atë kohë? Të dalin letrat, zotëri. Dhe tani kullën mal, kush e morë? Kush e merr lejen? Shkelxeni. Kush e ndërton? Iliri. Ku është Iliri? Në Greqi. Pra, oligarkët janë bashkë. E të ekspozita, ku ka, ndërtesat më tha, ka bashkëtes të Ramës me Berishën. Për ta mbyllur Azgan, sepse vajtëm shumë, e kaluam një orë, po duhet më japësh një koment me zotin Basha, në komunikim, do rikthehet dhe zgjedhjet lokale 2027. Do merrni pjesë? Zoti Basha, jemi herë sa zhvillime do të ketë gjë të zgjedhjet. Tani, këta kanë bërë reformën e territoriale. Se kanë bërë akoma? Po pra, po është rritje pazari. Do heqim 10 njësi, do i bëjmë 50, do i bëjmë 60. Tani, kjo është pazari i radhës. Njerë thash do marrim pjesë të zoti Berisha, pastaj do shkoj. Pra, dhe shtyn reformën në nëntor. Se nëntor, si pas kushtetutës, pra, është afati fundit, që mund të... po që shpallën zgjedhjet. Kemi zhvillime shumë interesante dhe nëntor. Po shumë interesante, që ta dish. Shumë interesante. Të tipit? Të tipit. Ambasadori po vjen. Po. General në nivelit lartë. Po, është një figurë. Amerikan. Një figurë shumë dimensionale, pa dashur ta mitizojmë, sepse shqiptarët duke i mitizuar, duke krijuar idhuj, e duke krijuar mite të paqena, kemi arritur deri këtu. Sepse sot koha është e platformave, e projekteve, e programeve, e elaborateve, nuk është kohë mitesh. A ki pas Shpirpalin që unë të Skënderbeu i shqiptarëve e Tiranës. Tani kërkon, çfarë kërkon Shpirpali? Listat hapura kombëtare. Administratë zgjedhore të depolitizuar, numërim elektronik, pra të gjitha ato që i kanë kërkuar demokratët Euroatlantik. A i kemi kërkuar ne, zotri? A kemi kërkuar kufizimin e kryeministrit, pra të mandatet dy mandate? Kemi kërkuar mbështetjen e institucioneve kushtetuese, vetingun politik? Me zotin Basha, s'kan Pretash, zoti Basha, pra. Në fund. Zoti Basha ishte në shtëpinë e bardhë. Kur? Me rastin e 250 vjetorit të shpalljes së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe zoti Berisha, që kishte të drejtë, i kishte të dhënë leje me shkue në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ishte për të Tejlan atje, të rrugë Elbasanit. Madje, nuk ishte ftesa zoti Rama. Ishte në Gjermani. Tash një mik më tha, po ka pas ngarkesë, zoti Rama. Po të kishe pasur ftesë zoti Rama, ma charterin që u thonë, kishe ardhur dhe kishe shkuar në ambasadë. Pra Basha ishte në shtëpinë e bardhë, në sallën VIP. Dhe këtë edhe me kompetencë. Pra, Lulzim Basha është interlokutori më i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është ende njeriu që firmos, sankcionon asetet e ngrirëra të Rusisë që shkojnë për Ukrainën. U përpoqën ta heqin disa herë, nuk e hoqën dot. Tani, tha njëri, po në cilësinë e kujt e kanë ftuar. Ore me lobing, ore zotëri. Këta pse nuk i ftun? Ose pse nuk bën lobing? Se na kanë mërzit në për televizione, mëngjesi lutjeve, lutjet e mëngjesi lutjeve, shkuam këtu, takova senatorin, filan takova. Lulzim Basha ishte në shtëpinë e bardhë. Në shtëpinë e bardhë. Do rikthehet Azgan në politikën aktive? Në vjesht? Lulzim Basha ka një betejë, zotëri. Edhe Euroatlantikët. Institucionalizimin e opozitës. Opozita është e marrë peng. Thirrje për gjykatën e lartë, publikisht. Ka 2 vjet e 2 muaj.
Sa herën marrë me rekurset e Ballukut, po me rekurset e Zotit Velia, i hen 2 muaj ka i rekurs. 2 vjet e 2 muaj, opozita peng. Te Rama, sepse rekursi është gjykata e lartë. Pra për shkak të misionit që ka gjykata e lartë, çlirimin e demokracisë nga pengu. Pse po them demokracisë? Sepse opozita është shtylla e demokracisë. Dhe populli ta mësoj të vërtetën. Absolutisht. Dhe kujt i takoj, le të takoj. Mirë. Erëm në fund dhe të këtij episodi. Zganaglaj falenderit. Kënaqësi që kisha, po do vish përsëri se duhet bëjmë disa tema dhe për gjeopolitikën, Kosovën dhe artin, ë? Unë jam gatshëm në çdo kohë të falenderoj që na jep mundësinë. Ti je mirë pritur, kështu që. Po ka i problem shumë madh sot. Sot s'lasësh. Ti është problemi. Pra, ta thash atë, s'kam çfarë të jap komit tim. Përveç fjalës. Përveç fjalës. Pra unë bëra një fushat modeste, që kisha mundësi, i mbështetur me kursimet e mia familjare, dhe a i ke pa se çfarë fushatash kanë bërë, ku kanë marrë paret ata zotni. 100.000 euro vetëm për rrjetet sociale ka harxuar një parti e vogël politike. Një parti e vogël politike. 100.000 euro vetëm për Facebook edhe për Instagram e për TikTok e çfarë. Po, tashi kjo është shumë interesante.